Mësimi i limit, si fitohet loja pa humbur veten. Në një shtëpi ku çdo fjalë dëgjohet dhe çdo veprim peshohet, fitues nuk është ai që flet më fort, por ai që di kur dhe si të flas. Këtë Alba po përpiqej ta kuptonte prej ditësh. Dhe Limi, me përvojën e tij, e kishte lexuar lojën më qartë se kushdo tjetër. Ata u ulën larg zhurmës në një moment qetësie të rrallë. Alba ishte e menduar. Finalja po afrohej dhe presioni ndiej gjithnjë e më shumë. Limi e pa drejt në sy dhe vendosi të fliste pa rrotulla. Nëse do të dalësh fituese, i tha ai, duhet të ndalosh së qenë vetëm e mirë. Alba ngriti vetullat. Çfarë do të thuash? Do të thuash të vërtetën, vazhdoi ai. Por jo gjysmën. Të plotën. Limi e dinte se Alba kishte zemër të madhe, por ndonjëherë kjo e kishte bërë të heshte kur duhej të fliste. Loja, sipas tij, nuk fitohej duke u fshehur pas qetësisë, por duke pasur guximin të përballeshe. Duhet thua vësh në dukje gabimet, i tha ai. Të gjithëve. Edhe nëse mërziten, pyeti Alba. Sidomos atëherë, u përgjigj Limi. Sepse në këtë shtëpi, kush nuk përballet, humbet. Ai nuk po e nxiste të bërtiste apo të fyente. Përkundrazi. Po i mësonte një formë tjetër force, forcën e fjalës së saktë. Qohu, i tha ai, dhe përballu me ta. Thuaju çfarë kanë bërë gabim. Me shembuj. Me qetësi. Me qëndrueshmëri. Mos u tërhiq. Alba e dëgjonte me vëmendje. Ajo e kuptoi se kjo nuk ishte thirrje për konflikt, por për pozicionim. Të mos ishte më vetëm reaguese, por aktive. Të mos priste që të tjerët ta vlerësonin, por thua tregonte pse duhej ta bënin. Njerëzit këtu, vazhdoi Limi, kanë gabuar. Kanë manipuluar, kanë heshtur kur s'duhej, kanë folur kur s'kishin fakte. Dhe ti i ke parë të gjitha. Alba heshti për një çast. Po, i kishte parë. Publiku, tha ai, nuk do perfeksion. Do të vërtetë. Dhe e vërteta del vetëm kur dikush guxon ta thollë. Ai e paralajmëroi, do të quajnë të fortë. Do të thonë që po sulmon. Por në fakt, ti thjesht po mbron veten. Në atë moment, Alba e kuptoi se çfarë do të thoshte Limi kur i kishte thënë se ajo do të shkonte në finale. Nuk ishte vetëm çështje simpatie, por qëndrimi. Mos i lër të kalojnë sipër, përfundoi ai. Kur të flasësh, mos u ndal. Mos u tërhiq. Dhe mbi të gjitha, mos u ndje fajtore që po lufton për vendin tënd. Alba u ngrit nga vendi. Jo me nervozizëm, por me vendosmëri. Ajo ndjeu për herë të parë se nuk kishte pse të kishte frikë nga zëri i saj. Nëse do të fitonte, duhej të tregonte se e meritonte. Ajo nuk do të bërtiste. Nuk do të fyente. Por do të fliste. Do t'i përballte të gjithë me atë që kishin bërë dhe me atë që ajo kishte parë. Sepse ndonjëherë fiton ai që guxon të thotë. Kaq. Tani më dëgjoni. Dhe Limi e dinte, nëse Alba do ta bënte këtë hap, loja do të ndryshonte. Jo sepse ajo do të sulmonte të tjerët, por sepse më në fund do të dilte përpara, pa u fshehur. Sepse fitues nuk është ai që rri i qet në cep. Fitues është ai që çohet në këmbë dhe përballet. Një urim që u kthye në bekim. Mbrëmja kishte hyrë në një qetësi të ëmbël. Pas gjithë emocioneve, muzikës, të qeshurave dhe surprizave, festa e ditëlindjes së Elionës kishte marrë një frym më të thellë, më të ndjerë. Njerëzit rrinin më afër njëri tjetrit, zërat ishin më të ulët dhe çdo fjalë kishte më shumë peshë. Ishte ajo pjesë e natës ku nuk flitet më vetëm për gëzim, por për jetë. Eliona qëndronte në mes të dhomës, me një buzëqeshje të qetë në fytyrë. Ajo kishte kaluar një natë të bukur, por ndjente se diçka e veçantë po vinte ende. Dhe nuk gaboj. Limi dhe Alba i u afruan së bashku. Nuk kishin nevojë për shumë zhurmë, as për gjeste të mëdha. Vetë prania e tyre sillte qetësi. Alba e pa Elionën me dashuri, ndërsa Limi buzëqeshi lehtë, ashtu siç buzëqesh dikush që ka fjalë të sinqerta për të thënë. Limi foli i pari, me një zë të butë, por të sigurt. Eliona, tha ai, sot nuk po të themi vetëm gëzuar ditëlindjen. Sot po të themi një urim që vjen nga zemra. Alba i mori dorën e Elionës dhe e shtrëngoi lehtë. Në sytë e saj kishte dritë dhe mirësi.
Inshallah Zoti t'i plotësoft të gjitha dëshirat, tha ajo ngadalë, sikur çdo fjalë të donte të zinte vend në zemrën e Elionës. Inshallah çdo gjë që ëndërron sot, nesër ta gjesh përpara. Eliona i dëgjonte me vëmendje. Zemra i rritë qetë, por thellë. Limi vazhdoi. Inshallah rruga jote të jetë e ndriçuar. Të mos të mungoj kur shëndeti, forca dhe besimi të vetja. Dhe mbi të gjitha mos pafsh kur vuajtje. Këto fjalë rënë, por bukur. Sepse nuk ishin thjesht urime feste, por bekime jete. Po nëse jeta të sjell ndonjë vështirësi, shtoi Alba me zë të ngrohtë, inshallah të jesh gjithmonë e fortë për ta kaluar. Të mos ndihesh kur vetëm. Të kesh gjithmonë dikë pranë që të të mbajë dorën. Eliona ndjeu një ngrohtësi që i mbushi kraharorin. Syt ju mbushën pak me lot, por ajo buzëqeshi. Ishin lot të mirë njohjeje. Ti je një vajzë e mirë, tha Limi. Me zemër të pastër. Dhe Zoti nuk i haron njerëzit e të. Alba e përqafoi Elionën budh. Nuk ishte një përqafim i shpejt, por i gjatë, i sinqert. Një përqafim që thoshte më shumë se fjalët. Kujtoje gjithmonë këtë natë, i tha Alba. Jo për festën, por për dashurinë që ke rreth vetes. Eliona u shkput pak, i pa të dy në sy dhe foli me zë të dridhur nga emocionet. Faleminderit. Ky urim do të më mbetet në zemër. Disa nga të pranishmit u afruan, të tjerë dëgjonin në heshtje. Ishte një moment që prekte të gjithë. Sepse urimet të tilla nuk janë vetëm për një ditëlindje, por për gjithë jetën. Në atë çast, Eliona e kuptoi se sa e pasur ishte. Jo nga dhuratat, jo nga festa, por nga njerëzit që i uronin mirësi pa interes, pa kushte. Dhe kjo ishte dhurata më e madhe. Mbrëmja vazhdoi, por ajo ndjenjë mbeti. Një ndjenjë paqeje, shprese dhe besimi. Një urim që nuk do të harrohej kurrë. Sepse ka fjalë që thuhen dhe harrohen. Dhe ka fjalë që bëhen bekim. Një qetësi që fliste me zemër. Mbrëmja kishte rënë ngadalë dhe ajri ishte mbushur me një freski të lehtë që sillte qetësi. Dritat e buta përreth xhakuzit krijonin një atmosferë relaksuese, ndërsa uji i ngrohtë, i mbushur me shkum të bardhë, lëvizte lehtë duke reflektuar dritën si mira yje të vegjël. Ishte një moment larg zhurmës, larg mendimeve të përditshme, një moment vetëm për ta. Alba dhe Limi ndodheshin aty, të qetë, të çliruar nga gjithçka tjetër. Alba ishte e mbështetur më poshtë në xhakuzi, me shpinën e relaksuar dhe fytyrën që i rrezatonte qetësi. Limi ishte më sipër, pak i mbështetur, duke e parë her pas here me një buzëqeshje të lehtë, sikur donte të sigurohej që ajo po ndihej mirë. Shkuma rreth tyre krijonte një ndjesë mbrojtjeje, sikur bota e jashtme nuk ekzistonte më. Zhurma e lehtë e ujit ishte e vetmja që dëgjohej, bashkë me frymëmarrjet e qeta. Nuk kishte nevojë për shumë fjalë. Heshtja mes tyre nuk ishte bosh, por plot kuptim. Alba mbylli syt për një moment, duke shijuar ngrohtësinë e ujit dhe qetësinë që e rrethonte. Ajo ndihej e sigurt, e qetë dhe e lumtur. Limi e vuri re këtë dhe u afrua pak më shumë, jo për të thyer qetësinë, por për ta ndarë atë me të. Sa mirë ndihet kjo, tha ai me zë të ulët, sikur nuk donte ta prishte magjinë e momentit. Alba buzëqeshi lehtë. Po është një nga ato çaste që do doja të zgjasnin më shumë. Ata filluan të flisnin për gjëra të thjeshta, për ditën që kishte kaluar, për plane të vogla, për gjëra që i bënin të qeshnin. Biseda rrithë natyrshëm, pa ngut, pa presion. Çdo fjalë ishte e butë, çdo buzëqeshje e sinqertë. Limi e shikonte Albën me vëmendje. Ai e admironte qetësinë e saj, mënyrën si ajo e shijonte momentin, si duke i plotësisht e pranishme. Alba, nga ana tjetër, ndjente mbështetjen dhe ngrohtësinë që ai i jepte, edhe pa shumë gjeste. Shkuma lëvizte ngadalë rreth tyre, duke u ngjitur e duke u shpërndar, ndërsa uji vazhdonte të krijonte një ndjesë relaksi të thellë. Ishte një moment ku koha duk. Sikur kishte humbur kuptimin. Ata ndan disa të qeshura të vogla, disa kujtime dhe disa heshtje të bukura. Nuk kishte asgjë të tepruar, asgjë të sforcuar. Vetëm dy njerëz që ndanin një çast të qetë dhe të veçantë. Në atë xhakuzi të mbushur me shkum, Alba dhe Limi nuk po ndanin vetëm hapësirën, por edhe një ndjenjë afërsie që nuk ka nevojë për shpjegim. Ishte një kujtim që nuk do të mbahej mend për zhurmën apo madhështinë, por për qetësinë dhe sinqeritetin e tij.
kur mbrëmja vazhdoi dhe dritat u bën edhe më të buta, ata e dinin se ky moment do të mbetej gjatë në mendjen e tyre. Një kujtim i thjesht, por i bukur, që tregonte se ndonjëherë lumturia gjendet pikërisht në këto çaste të qeta, të ndara me dikë që të bën të ndihesh mirë. Fjalë që ndezin të qeshura dhe heshtje. Mbrëmja kishte hyrë në një fazë tjetër. Muzika nuk ishte më aq e fortë, zërat ishin qetësuar dhe njerëzit kishin filluar të ndaheshin në grupe të vogla. Disa rinin ulur duke biseduar, disa të tjerë vazhdonin të qeshnin me gotat në dorë. Ishte ajo pjesa e natës ku gjithçka bëhet më e sinqertë, më reale. Në një cep të dhomës, Klodi dhe Eliona rinin pranë njëri tjetrit. Nuk po bënin asgjë të veçantë, por mënyra si rinin, si shikonin her pas here njëri tjetrin, fliste më shumë se fjalët. Ishte një afërsi e natyrshme, e pashpjegueshme, që nuk kishte nevojë për shurmë. Limi, që i kishte vëzhguar prej kohësh, nuk mundi të rinte më pa folur. Ai ishte ai tipi që thot gjëra troç, me humor, por edhe me një dozë të vërtetë që godet drejt në mes. Ai u afrua, i pa drejtë në sy të dy dhe, pa asnjë hyrje, tha me një buzëqeshje të qartë në fytyrë. Ju të dy po marroni për njëri tjetrin. Në dhomë ra një heshtje e shkurtër. Eliona uli pak syt dhe buzëqeshi, pak e turpëruar, pak e kapur në befasi. Klodi qeshi lehtë, sikur donte ta kthente gjithçka në shaka, por ishte e qartë që fjalët e Limit kishin prekur diçka të vërtetë. Limi nuk u ndal me kaq. Jo, vazhdoi ai, duke ngritur dorën si për të theksuar fjalët, prit se s'kam mbaruar. Ai u kthye nga Klodi, e pa seriozisht për një çast dhe filloi të fliste me një ton që përziente humorin me ironin. Ti, Klod, i tha, kur të shkosh një ditë me u martu me italianen. Disa nga të tjerët filluan të qeshnin. Klodi ngriti vetullat, sikur po priste se ku do dilte kjo histori. Do dal prifti, vazhdoi Limi, duke imituar një zë solemn. A do të martohesh me këtë vajzë? A do ta duash deri në vdekje? Të gjithë prisnin përgjigjen imagjinare. Eliona e mbajti frymën pa e kuptuar pse. Dhe Limi, me një pauzë të vogël teatrale, shtoi. Dhe ti do thuash, jo. Dhoma shpërtheu në të qeshura. Disa qeshën fort, disa tunin kokën, disa të tjerë shikonin reagimin e Klodit dhe Elionës. Lodi qeshi, por këtë herë qeshja e tij ishte pak më e thellë, pak më e menduar. Ti s'ke frena fare, i tha Limit duke qeshur. Jo, u përgjigj Limi, unë kam sy. Dhe syt shohin më shumë se fjalët. Eliona ngriti syt dhe e pa Klodin për një çast. Nuk tha asgjë. As ai. Por ajo heshtje mes tyre ishte më e fortë se çdo shaka. Ishte ajo lloj heshtjeje që vjen kur dikush thot diçka që tingëllon si shaka, por të lë duke menduar. Limi u largua pak, i kënaqur që kishte thënë atë që donte. Për të ishte thjesht humor, një moment për të ndezur atmosferën. Por fjalët e tij mbetën pezull në ajër. Klodi mori frymë thellë. Mos e merr seriozisht, i tha Elionës me zë të ulët. Ajo buzëqeshi. Nuk po e marr, por ndonjëherë shakat thonë më shumë se e vërteta. Ata nuk folën më për këtë. Festa vazhdoi, muzika u ndes sërish, njerëzit u shpërndan. Por ajo fjali e Limit mbeti diku në mendjen e tyre, jo si një parashikim, por si një pasqyrë që tregonte se çfarë po ndodhte mes tyre. Ndonjëherë,